nuk ka lider politik Kosovë që nuk është i pashantazhuar mbrana subjektit politik. I pashantazhuar? Absolutisht. Po Kurti? Edhe Kurti është i shantazhuar. Nga kush shantazhohet Kurti? Nga vetë njerëzit e fuqishëm që janë mbrana lëvizjes vendosë. Tash kjo fuqia është me votë, kjo fuqia. Te kush ajo fuqi? Ne në publik nuk e njohim atë. Po, njohim Kurtin siç e bën dhe posterin në zgjedhje. Zoti Kurti dhe emrat e kandidatëve të tjerë me numra kështu. Dëgjoni, jam shumë i edukuar në këtë, nuk e baj për të kriju lajm ose për të kriju hedhje shigjetave ndaj askujt. Pa arsye. Po një qindra raste që dhe zoti Kurti është i shantazhuar. E pse është i shantazhuar, më me dhon shumë shembuj. Pra, nëse unë kam qenë aktivist në Malishev, edhe kryesia ka vendosur se unë me qenë kandidat për kryetar. Plot njerëz në lëvizjen vetëvendosje, në këtë rast, shkojnë dhe thojnë zotit Kurti për shembull që ai nuk bën me kon kryetar. Po ka vendosur kryesia, ai nuk bën me kon kryetar. Nëse ndodhej me kon kryetar, unë ta braktisi zgjedhjen, unë ta braktisi këtë vendim, unë dona me një grup, edhe shumë herë zoti Kurti ka rënë në ndikimin e këtyre grupeve edhe ka përvoja po let. Absolutisht, unë kam raste konkrete me thonë kështu, jo 100. Ose asi që shkojnë edhe i mshojnë tavolinës, ose du me pas këtë numër, du me pas atë numër. Po kjo është forma shantazhit. Forma shantazhit është kur ti nënshtrohesh një grupi për cilin nuk e jep argumentin, edhe nuk e përgënjeshton argumentin, ta zojmë, se kundër argumentimit është përgënjeshtrimi, pse nuk bën me kon ky kandidati, po ti nënshtrohesh për shkak të bindjeve tyne personale, pse Dardhani është i padëgjueshëm. Unë kam pas vetë këtë fat në jetën time. Po unë nuk kam hinë politikas atëherë, me i thonë, unë kur kam hinë lëvizjen vetëvendosje, se shumë njerëz më kanë gjyku kështu. Unë kom punu për një projekt të DPS 1200 euro, kom marrë pak. Kom dalë edhe në protesta. Por nuk kam hinë lëvizjen vetëvendosje me i marrë diçka. Idealizmin e ke pas. Absolutisht, nësot e kam... Ende funksionon me këtë platformë. Unë e di që është e vështirë dhe mu më ka kushtu shumë edhe me lekur. Po, 47 vjetë për nuk e kam mendën me ndryshu për shkak këtyne liderëve politik për cilët, jo që po thamon rrit, po këtë që po thamon ti po e filmon. Atë që kanë thënë liderët e politik në rrugtimin e tyne është e filmune. Unë nuk kam thënë. Në fakt, unë kam thënë, po dhe sëtë thamë, unë kam thënë ISI Sargati Sërbijes, por nuk i kam thënë më proof. Kërkoj ndjes. Unë nuk kam thënë LDK-ja Dorës Zhatër e Sërbijes të zëmë, ose LDK-ja është parti shkatruesi është të formuese, edhe masaneti mi arru 30 vjetori në LDK-s. Unë nuk kam thënë flajmë mithën gjillë, edhe pagujmë rrinë më në shtrajt, edhe sot mafia energetike e ka kaplu Kosovën. Unë nuk kam thënë Oliver Ivanović është shkaktar i debimit shqiptarëve dhe i masakrave në veri, edhe më vënd të quajsh qytetarë të mirët i thua garifikosh. Unë nuk kam thënë Albin Kurti është Chavez, edhe Albin Kurti është Kmeri Kuq, edhe më vënd të thu kryeministër. Pra, kjo nuk për ty fjallet të thëna, nuk gëlltit. Absolutisht, unë do me thonë na vetëm po i cituj. Po do më marrë me politikë, më krasniqja apo jo? Unë me politikë po du më marrë edhe... Po jo me standardin e tyre? Absolutisht,